الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allahu subhanahu wa taala na ka begatuar me shumë të mira. E prej begative më madhështore të Allahu subhanahu wa taala janë mendjet tona dhe shqisat që i posedojmë. Allahu subhanahu wa taala na ka begatuar me mendje dhe me shqisa në mënyrë që ne përmes tyre të ecim drejt Allahu subhanahu wa taala. Në mënyrë që ne përmes tyre ta kuptojmë fenë e Allahu subhanahu wa taala, ta kuptojmë jetën dhe mënyrën se si të jetojmë në këtë botë. Të meditojmë me to për pushtetin, sundimin e Allahu subhanahu wa taala, për krijimin madhështor të tij. Allahu subhanahu wa taala tregon për banorët e zjarrit dhe thot: "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir." Tregon për gjendjen e tyre të mjerueshme dhe se si ata nuk e vënë në funksion dëgjimin dhe mendjen e tyre ashtu siç duhet. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Ata thon sikur të ishim që dëgjonim dhe sikur të ishim që logjikonim, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, nuk do të ishim banor të zjarrit flakrues. Pra sikur të ishim të atill që dëgjojnë me vëmendje, sikur të ishim të atill që logjikojnë dhe arsyetojnë, të atill që e dallojnë të mirën nga e keqja, të vërtetën nga e pavërteta, atëherë nuk do të ishim në mesin e banorëve të zjarrit. Mirë po ne i kemi lënë jashtë funksionit mendjet tona, nuk e kemi shfryzuar këtë begati të madhe të Allahu subhanahu wa taala për të adhuruar Allahun, për të njohur Allahun, dhe po ashtu gjymtyrët tona nuk janë nënshtruar ndaj Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo ka bërë që ne ta marrim vendimin më të keq të mundshëm, e që është mosbesimi, e kjo pastaj na ka futur në shtëpinë dhe vendin më të shëmtuar e më të tmerrshëm, e që është zjarri i xhehenemi. Allahu pastaj thot: "Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir." Kështu pra ata i pranojnë mëkatet e tyre, andaj qofshin larg çdo të mire banorët e zjarrit flakrues. Andaj ti si musliman vëje në funksion mendjen tënde, medito dhe reflekto rreth ajeteve të Allahut subhanahu wa taala, lezoje librin e tij, Kur'anin, medito dhe reflekto rreth sundimit dhe pushtetit të Allahut subhanahu wa taala, rreth krijimit të Allahut, dhe gjitha këto bëj shkak për udhëzim, për të sjellur vetes tënde dobi, për ta forcuar imanin dhe bindjen në Allahun subhanahu wa taala. Bëhu njeri i sinqert në adhurimin ndaj Allahut, pasoje fenë e tij, nxito drejt gjërave që e kënaqin Allahun, ruaje namazin, ki kujdes nga gjërat që e hidhrojnë dhe zemrojnë Allahun subhanahu wa taala. Mendja shëndosh, mendja sakt, arsyeja shëndosh është ajo që neve duhet na nxjisë që na të mësojmë për fenë tonë, të përgatitemi për botën tjetër, të ndalemi të mendojmë thellë dhe të shqyrtojmë mirë se çfarë na pret në botën tjetër. Ta kuptojmë se kjo botë është botë kalimtare, andaj nuk duhet të mashtrohemi me bukuritë dhe hijeshitë e saj. Po ashtu të ndalemi dhe të mendojmë se nëse ne i lëjmë jashtë funksioni mendjet tona dhe shqisat tona, atëherë kjo do të bëhet shkak që ne të devijojmë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala dhe të zhytemi në jetën e kësaj bote dhe ta bëjmë atë preokupimin ton kryesor. Do të na bëjë që ne ta harrojmë premtimin e Allahut për botën tjetër. E padyshim që kjo është shkatërrim i paevitueshëm, sepse në botën e përtejme nuk ka gjë tjetër përveç se xhenetit dhe zjarrit. Allahu na ruaj. Allahu thot: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." A mos menduat se ne ju kemi krijuar juve kot dhe se ju nuk do të ktheheshit tek ne? Po ashtu duhet të dimë se kur njeri zhytet në gjunahe dhe nuk pendohet prej tyre, nuk kthehet me pendim te Allahu subhanahu wa taala, kjo do t'ja dëmtoj skajshmërisht mendjen. Siç thoshin brezat e parë të Islamit se al-ma'asi tufsidu al-aql. Gjunahet e shkatrojnë, e prishin mendjen e njerit. Fa inna lil aqli nuran, sepse Allahu subhanahu wa taala tek mendja e njeriut ka vendosur dritë dhe nur. Wal ma'siyatu tudfi'u nur al aql wala bud. Andaj gjunahet ndaj Allahut, mosbindja ndaj Allahut e fikën këtë dritë të mendjes patjetër. Andaj kur fiket drita e mendjes, padyshim që mendja e njeriut pastaj do të dobësohet. Përcillet po ashtu nga brezat e parë të Islamit të kanë thënë: "Ma 'asa Allah ahadun hatta yaghiba aqluhu." Nuk ka mundësi që njeriu të bëjë gjunah Allahu subhanahu wa taala e ta ketë mendjen e tij të pranishme. Kjo është e qartë, kjo është e dukshme. Sepse sikur njeriu ta kishte të pranishme mendjen ashtu siç duhet, kjo do ta zbrapste nga gjunahu ndaj Allahu subhanahu wa taala. Sepse ai do t'i thriste mendjes së tij. Do t'ja kujtonte vetes se është nën sundimin e Allahut, është nën pushtetin e Allahut, se Allahu e sheh. Andaj si ka mundësi të bëjë gjunah atij në tokën që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala?
Si ka mundësi që begatit që ja ka dhënë Allahu të shfrytëzojnë në mosbindje ndaj tij subhanahu wa taala. Shtoja kësaj që engjëjt i ka afër dhe janë duke shikuar dhe janë duke shkruar veprën e tij të shëmtuar. Shtoja kësaj që Kur'ani vazhdimisht e ndalon dhe e këshillon, po ashtu e këshillon edhe vdekja. Po ashtu është edhe pastaj zjarri, cilën ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për të pabindurit. Ne duhet ta dimë se ajo çfarë ik prej nesh për shkak të gjunaheve prej Allahu subhanahu wa taala, ato mirësitë shumëta që ikun prej nesh për shkak të gjunaheve ndaj Allahu subhanahu wa taala, janë shumë fish më shumë se sa kënaqësia dhe gëzimi që njeriu e përjeton kur i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala. Andaj, pas gjithë kësaj, si ka mundësi që njeriu me mendje të shëndosh t'i bëj gjunah Allahu subhanahu wa taala dhe të tregohet i pabindur ndaj tij dhe t'i në përkëmb urdhrat dhe ndalesat e tij. Lusim Allahun subhanahu wa taala të na jap sukses dhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.